Të gjithë hani qep, por nuk e dini se çfarë i shkakton tensionit, diabetit dhe zemrës suaj. Qepa njihet si një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë jo vetëm për përdorimet e kuzhinës, por edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Ndaj përdorimi i saj në dietën tuaj të rregullt mund të luajë një rol fantastik në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qepa është një produkt fantastik kundër problemeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit, që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe e dobishme në trajtimin e problemeve kronike siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër problemeve të shkaktuara nga ushqimi dhe gjithashtu edhe mikrobet, dhe mund të luajë një rol fantastik për mbrojtjen e shëndetit tuaj, citon Healthline. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar dhe gjithashtu edhe kundër produkteve të tjera. Prandaj konsumi i saj në dietën tuaj mund të ulë kolesterolin, të forcojë enët tuaja të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë kështu një aleate e mirë e organizmit në betejën kundër diabetit tipi 2, gjithashtu edhe problemeve të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një qep në ditë. Falë qepës do të zbehet gjithashtu edhe dëmi i yndyrnave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën tuaj trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive të tyre mbrojtëse. Përfshiheni qepën kështu në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish, dhe vlerat kryesore që do t'i japin shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike në rigjenerimin e trupit. Ndonse përlotja është e paevitueshme nga përdorimi i qepës, konsumi i saj çdo ditë mund t'japë rezultate fantastike edhe në rritjen e vlerave të imunitetit. Prandaj, mundohuni të përzgjidhni mënyra të ndryshme të konsumit të qepës në dietën tuaj. Kështu, përfitimet që do t'i japin shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Qepa dhe hudhra janë elementët kryesorë të një diete të shëndetshme. Shumica e gatimeve kanë nevojë për qep edhe për hudhër për një shije më të mirë. Por cilat janë përfitimet që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepës në mënyrë të rregullt? Qepa do të përmirësojë florën tuaj bakteriale. Nëse preferoni të mos mendoni shumë për bakteriet, por ato ju bëjnë shpeshje të sëmureni. Gjithashtu, ekspertët kanë rekomanduar që sa më e fortë të jetë flora bakteriale e sistemit tretës, aq më shumë përfitime do të keni në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepët përmbajnë fibra prebiotike të cilat janë të mira për shëndetin e zorrëve. Ato e mbajnë të shëndetshëm florën tuaj bakteriale dhe rregullojnë gjithashtu nivelet e tyre. Qepët gjithashtu përmbajnë substanca të cilët stimulojnë edhe rritjen e bifidobakterieve. Këto bakterie shtypin bakteriet e tjera që dëmtojnë shëndetin tuaj të zorrëve. Qepa është një produkt fantastik për shëndetin tuaj të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në nivelet e gjakut tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës rregullisht do të zvogëlojë riskun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol të qepa, duke e bërë atë një element mjaft të dobishëm ushqyes edhe në betejën kundër komplikacioneve të tilla, duke i dhënë asaj një mbrojtje më të mirë kundër presionit të lartë.
Studimet kanë treguar se përfshirja e qepës në dietën tuaj, sidomos asaj të freskët, do të jetë një aleat e mirë organizmit kundër luhatjeve të sheqerit. Të gjithë e dimë se sa thelbësore në dietën tonë janë edhe përfshirja e perimeve unike siç është edhe qepa. Përbërësi thjesht i përditshëm mund të mbajë edhe shumë përfitime në dobi të organizmit, duke ofruar përfitime të shumta duke filluar nga rritja e sistemit imunitar deri te forcimi i kockave, por le të shohim në detaje përfitimet kryesore më të rëndësishme që do të marrë shëndeti juaj në mënyrë të rregullt nga konsumi i qepës. Qepa është e mbushur me lëndë ushqyese të rëndësishme. Qepa është një thesar i vërtet i ushqyesve me kalori minimale, edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Është veçanërisht e pasur me vitaminën C. Qepa ndihmon në forcimin e imunitetit dhe në thithjen e ekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin e duhur mendor, sidomos edhe atë nervor. Ndaj konsumi i qepës në dietën tuaj mund të cilësohet si një element pozitiv në rritjen dhe përfitimin e shëndetit tuaj. Qepa i bën mirë shëndetit tuaj të zemrës. Ngrënia e qepës rregullisht në dietën tuaj mund të luajë një rol fantastik në reduktimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu mbajtjen larg të shqetësimeve të ngjashme. Ndaj sigurohuni që ta konsumoni atë si duhet në dietën tuaj për të evituar gjithashtu komplikacione dhe për të rritur përfitimet në dobi të shëndetit tuaj. Qepa është e mirë në forcimin e kockave. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive edhe në mbrojtjen e shëndetit të tyre, duke i mbajtur larg komplikacionet dhe duke sjellë për trupin një rezistencë më të mirë ushqyese kundër këtyre shqetësimeve. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe forcimin e dëndësisë së kockave, në parandalimin e osteoporozës dhe gjithashtu në humbjen e masës dhe cilësisë së tyre. Qepa është një produkt fantastik edhe në luftën kundër bakterieve të këqija. Qepët dihet se kanë veti të forta antibakteriale, komponentët që ato përmbajnë të tilla si quercetin janë veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë edhe infeksione dhe inflamacione në trupin e njeriut. Dhe konsumi i qepës në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv në betejën kundër këtyre shqetësimeve, citon Healthline. Qepa ndihmon edhe me tretjen dhe me shëndetin e zorrve. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë më të shëndetshme për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, qepa është përgjigja. Ajo është e mbushur kryesisht me fibra dhe probiotik, të cilët janë thelbësor për funksionet më të mira të shëndetit të zorrve dhe në rritjen e bakterieve të mira të stomakut. Me ndihmën e elementeve ushqyes thelbësor që ato përmbajnë, mund të rrisni sistemin imunitar dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Qepët kanë pak kalori dhe gjithashtu janë të mira për të përfshirë në dietën tuaj të përgjithshme. Konsumi të paktën një qepe çdo ditë mund të japë rolin fantastik në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa është e mbushur kryesisht me komponent mjaft të rëndësishëm për rritjen e përfitimeve të shëndetit, në uljen e inflamacioneve të tij dhe lehtësimin e komplikacioneve të trupit. Ekspertët e cilësojnë qepën si një zgjidhje mjaft të mirë edhe kundër problemit të djegjeve. Qepa është e dobishme kur vjen puna te djegjet e lëkurës. Prisni një qep në 2 pjesë dhe vendosni gjysmën në vendin ku jeni djegur nga dielli. E mbani për 5 deri në 10 minuta. Ajo do të ndihmojë në minimizimin e inflamacioneve të lëkurës dhe gjithashtu lehtësimin e saj, derisa të merrni edhe një trajtim më të specializuar nëse vërtet është e nevojshme në këtë rast. Qepa mund të përdoret gjithashtu si një produkt që mund të ulët temperaturën e trupit. Vendosni një fet qep në shputën e këmbës e mbani atë derisa të bjerë temperatura e trupit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.